Pse bizneset dështojnë? Shtrohet pyetja. Sipas mendimit tim dhe praktikave më të mira, nuk ka asnjë biznesmen i cili nuk e sheh se fundi është duke i ardhur. Mirë po, bëhet fjalë për sindromin të ashtu quajtur sindromi K2. T'ju tregoj ngjarjen, është ngjarje interesante. Ka qenë një ekip, një ekspedit, i cili është nisë në Himalaje dhe kanë pasur që të ngjiten në majën K2. Kur kanë fillu, ka ardhur lajmi që moti do të prishet dhe duhet që të kthehen prapa. Ekspedita ka qenë 200 metra afër majës së malit. Dhe çfarë ka ndodhur? Ekspedita është ndalë në dy pjesë. Një pjesë kanë thonë, ok, erdhëm deri këtu, e shohim majën, dështojmë dhe kthehen. Pjesa tjetër thonë, ka dalë, unë kam investu, kam shpenzu, jam përgatit me vite për ekspedit dhe për shoh majën. Unë nuk guxoj të dështoj. Dhe nisen. Ata që kanë nisë, që kanë vazhdu, kanë betë në majë sepse moti ftop dhe të gjithë kanë vdekur nga të ftofti. Pra, shpesher, ne mund të kemi këndjenjë. Kush jam une? Keni adrenalin, nëse është biznes familjar, është tradita, është kjo. Mirë po, me rëndësi është, mos u bëni statistikë e sindromit K2. Mirë po, ju duhet që të dini se kur duhet të hekni dorë, sepse ju gjithmonë e shihni dështimin para se dikush tjetër t'ju lajmëroj. Për më tepër, më shkruani, komentoni çfarë tema kishit pas dëshirë që ti trajtoj.